Meqense folëm për lumturinë, vitin e kaluar një nga shtresat më të palumtura të shoqërisë shqiptare ka qenë ajo e maturantëve, të cilët ngritën pretendime të ndryshme që ishin të pa përfshirë mirë në procesin e përzgjedhjes të fakulteteve, të shkollave të larta. Nuk e dim se si ka ndryshuar këtë vit ky aspekt. Ne jemi këtu për ta folur me drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Provimeve, zonjën Rezana Vrapi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Çfarë ndryshimesh ka? Jemi në fazën që të gjithë studentët maturant janë duke bërë përzgjedhjet janë duke plotësuar formularin A1 për të bërë zgjedhjet për shkollën e lartë. Ka ndryshuar diçka në krahasim me vitin e kaluar? Atëherë, me datë 25 të këtij muaji do të fillojë aplikimi në portalin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve, ai që ne e quajmë tashmë A1 dhe A1Z për kandidatët e viteve të kaluara, të cilët në fakt nuk bëjmë përzgjedhjen për në universitet, por bëjmë përzgjedhjen e lëndëve me zgjedhje, të cilat janë një lloj detyrimi pavarësisht se janë me zgjedhje për të marrë një diplomë natyrë shtetërore. Po kjo është një rrugë që do t'i çojmë pas në universitet apo jo? Jo, domosdoshmërisht lëndët me zgjedhje janë pjesë e kritereve të universitetit. Çdo universitet me programet e veta të studimit ka përcaktuar kriteret e pranimit. Disa prej tyre e kanë vënë si kusht lëndët me zgjedhje, për shembull Universiteti i Mjekësisë, por të tjerë jo, thjesht kanë një përqindje të maturës shtetërore, pra gjithmonë në raport me Universitetin përkatës, që do të thotë që maturantët pavarësisht lëndës me zgjedhje që ata përzgjedhin, ndërkohë që 3 tjera ata e kanë me detyrim, gjuhën shqipe, gjuhën e huaj dhe matematikën. Gjuha huaj është me zgjedhje gjithashtu apo është anglisht? Gjuha e huaj e detyruar janë 1 nga 4 gjuhët bazë, që është anglisht, frëngjisht, italisht dhe gjermanisht, pra bare çfarë nxënësi ka bërë si gjuhë të parë. Ndërkohë me zgjedhje ata mund të përzgjedhin, kanë një meny gjuhësh të huaja. Nivelet ndryshojnë, pasi në lëndët e detyruara, ose në gjuhën e huaj të detyruar, ajo është B1 si niveli gjuhës, kurse në lëndën me zgjedhje është në nivelin B2. Maturantët mund të zgjedhin një gjuhë të huaj, vetëm një dhe pastaj një lëndë tjetër me zgjedhje. Pavarësisht tash edhe një lëndës që ata përzgjedhin, mesatarja ka vlerën e vet, për arsye sepse një përqindje e konsiderueshme saj do të jetë pjesë e formulës për rankimin e tyre në universitete. Pastaj universitetet kanë një rankim të ndryshëm nga njëri tjetri mbas të nevojave të tyre. Çdo universitet, bazuar në vendimet e Senatit, ka përcaktuar kriteret e pranimit, duke vendosur një përqindje midis lëndëve të shkollës mesme maturë shtetërore dhe një grup lëndësh, të cilat lidhen me profilin e programit studimit që do të zgjedhin maturantët. Për shembull, nëse ata do të shkojnë në mjekësi, një nga grup lëndët, për shembull, mund të jetë biologjia, është kimia, pra janë lëndë të cilat pak a shumë ju duhen ato çfarë do studiojnë ata më brapa dhe tregon një lloj niveli të tyre, janë, si thua, kanë meritën e duhur për të qenë pjesë e universitetit apo jo. Për të qenë fakt më të qartë, ndoshta ata maturantë që po na ndjekin që janë të këtij viti dhe ndoshta nuk e kanë ndjekur debatin e vjetshëm që ndodhi. Çfarë ndodhi konkretisht, pse pati debate midis maturantëve dhe a ka ndryshuar gjë konkretisht apo vazhdon të jetë një njëjtë ritëm? Çfarë kishte, kush ishin pretendimet e maturantëve të vjetshëm? E qartë, me vendosjen me hyrjen në fuqi të ligjit të arsimit të lartë, nuk i takonte më Ministrisë së Arsimit të përcaktonte mënyrën e pranimit të maturantëve në shkollat e larta, që ka qenë jashtë quajtur i merit preferencë, ku maturantët përzgjidhnin 10 dek dhe rankoheshin ato që kishin meritën më të mirë. Vetë universitetet tashmë me ligjin e ri vendosën kriteret e tyre të pranimit, të ndryshme nga njëri tjetri. Pretendimi i tyre u ngrit në lidhje me informimin e tyre në kohë në lidhje me këto kritere. Disa grup lëndësh të cilat ata pretendonin se nuk i kishin në kurrikulum. Jo, i kishin, por nuk i kishin zgjedhur ata gjatë viteve të studimit, sepse ishin lëndë me zgjedhje, dhe ata kishin zgjedhur diçka tjetër. Dhe këtu konsistoi dhe debati më i madh. Pra, nga ana tjetër vetë matura nuk ishte më thjesht dalse dhe hyrëse, siç ka qenë më përpara, por bë vetëm dalse. Pra, ti duhet marrësh 5 lëndë, japësh provimin dhe më pas pajisesh me diplomë.
Pastaj varet nga universiteti çfarë peshë jep kësaj mature. Si ka qenë procesi i informimit këtë vit? Këtë vit ka një proces shumë të programuar, shumë të detajuar. Universiteti ka nxjerrë shumë në kohë kriteret e tyre, kjo është gjë shumë e mirë. Maturantët janë informuar tashmë. Ka një informacion shumë të detajuar të dhënë që ju është dhënë atyre jo vetëm nga shkollat, nga komisionet e maturës shtetërore, që janë pranë, komitetet e maturës shtetërore që janë pranë çdo shkolle, por ka edhe ka një faqe të Ministrisë së Arsimit, ku ata marrin një informacion jashtëzakonisht të detajuar për çdo program studimi, për lëndët që ju duhet, pra gjitha kriteret, çfarë ofron ky program studimi, pra mjafton që ata të logohen në sistem dhe mund të marrin gjithë informacionin e duhur. Ka patur edhe një lloj bashkëpunimi apo këshillimi apo bashkëvendosje Gjatë gjithë kohës janë bërë takime kokë në kokë me ta, nga gjithë ekipet e ministrisë, ka persona të deleguar nga ministria, vetë Ministria e Arsimit ka bërë shumë takime sepse kam qelluar në 2 prej tyre, në tavolinë me maturantët, kështu që procesi vazhdon. Ideja është që sa më të informuar të jenë ata, aq më të qartë do të jenë në lidhje me përzgjedhjen e programet ku ata duan të shkojnë. Edhe aq më të kënaqur në pikën që do të bëjnë zgjedhjet dhe të kënaqur 100% asnjëherë nuk mund të pretendojmë, në asnjë lloj sistemi nuk ka, jo vetëm këtu po gjithandej, do ketë gjithmonë një pjesë nxënësesh të cilët nuk do të, sepse varet edhe nga investimi që ata kanë bërë. Ti mund preferosh, por nëse pikët e tua, notat e tua nuk të çojnë atë deg, pretendimi juaj shikot pastaj. Po përsa i takon maturantëve të vitit të kaluar kryesisht, po edhe të viteve të kaluara, pra formulari A1Z, ka ndonjë përmirësim ose ka ndodhur diçka që mund t'i përfshi më mirë ata që nuk kanë mundur të fitojnë të drejtën e studimit për shkollën e lartë vitin e kaluar? Të bëj një sqarim në lidhje me formularët A1 dhe A1Z. Këto janë 2 formularë të cilët çdo maturant i maturës ekzistuese, por edhe ata të cilët kanë humbur një provim, pra mund të kenë humbur provimet maturës vitet e kaluara, ose duan që të hyjnë në sistem sepse duhet marrë një ID, domethënë hyrja në sistem dhe plotësimi i formularit A1 ose A1Z, që ne siç u kemi vënë emrat, është për 2 arsye. E para, ata marrin një ID maturanti, e cila i shoqëron më pas deri në pranimin në shkollat e lartës, me ata ID ata pranohen. E dyta është agjencia kupton numrat e maturantëve, prodhon testet në raport me këto numra dhe pra na duhen ne për shumë kalkulime. Kandidatët e viteve të kaluara, se nuk quhen më maturant, kandidatët e viteve të kaluara duhen për të futur në sistem për arsye sepse kur filloi aplikimi pastaj dikur të muajit korrik, është duke diskutuar data, pra aplikimi për në universitet, më pas ku ata përzgjedhin 10 programet e studimit deri në 10, duhet të kenë këtë lloj ID-e, pa këtë ID ata nuk aplikojnë dot. Prandaj një pjesë e A1Z-ve janë nxënës që mund mos kenë marrë maturën, por një pjesë janë që e kanë mbyllur të 3 detyrimet, por duhet që të hynë për të marrë këtë lloj numri. Nuk ka ndonjë ndryshim në formular. Formularët janë po ato që kanë qenë vitet e kaluara, në faqen e Agjencisë Kombëtare tashmë janë është shpallur kalendari, pra se përket afateve dhe në çfarë date kanë afatur? Ne do të fillojmë në datën 25 dhe zgjat 10 ditë, çdo rreth ka 25 mars dhe zgjat 10 ditë si proces. Për shembull Tirana e ka me 25-26, i është lënë 2 ditë sepse ka edhe numrin më të madh të kandidatë maturantëve. Rrethet e tjera pastaj në varësi duhet të shikojnë kalendarin se kur ju bie dita, sepse nuk është se mund të aplikojnë çdo ditë, sepse janë shumë. Kështu që ne bëjmë një lloj agjende. Sigurisht janë trajnuar drejtoritë arsimore, mbikëqyrësit e çdo maturanti në lidhje me procesin. Kjo është një proces i cili ka vite që koordinohet mjaft mirë nga agjencia, kështu që ne nuk kemi patur në asnjë rast dhe pa diskutim dhe këtë vit jo, probleme në kuptimin mos regjistrime, çdo maturant regjistrohet. Pra nuk ndodhin aksidente, të themi. Ka një këshill që mund të japim gjithë atyre nxënësve të cilët po janë në këtë fazë aplikimesh, në këtë fazë të cilët mund t'ja lehtësojmë, le të themi teknikisht të gjithë të pjesë? Patjetër, e para për aplikimin në formular ata janë të asistuar. Nuk ndodh që ata të kenë paqartësi ose pasiguri, për arsye sepse ka gjithmonë një mbikëqyrës, i cili sepse plotësimi bëhet në shkollë, nuk bëhet nga ambiente të tjera, dhe ata gjithë kohës janë të asistuar, kështu që nuk ka merak në këtë proces. Ka një person veçantë që merret me asistimin? Patjetër, i cili është trajnuar nga NAEO, është certifikuar nga agjencia dhe dihet që ky person është i vetmi person që mund të hyjë në sistem, sepse ka një password, nuk mund të hyjë kushdo. I vetmi merak që domethënë ne kemi, që është në të mirën e maturantëve, është që ata duhet të jenë shumë të qartë në lidhje me
ku do të studiojnë. Pra, përpara se sa të filloj aplikimi, ata duhet hynë edhe një herë në faqet e universiteteve dhe të shikojnë kriteret e këtyre universiteteve. Pra si thua të mbajnë shnime, që ky universitet kërkon 1, 2, 3 lëndë. Atëherë, këto lëndë i marri me zgjedhje. Nëse ai universitet ose më saktë program studimi, sepse çdo universitet ka një grup programe studimi, dhe ata në një do vazhdojnë. Nëse ai nuk e ka kusht lëndën me zgjedhje, atëherë ata le të zgjedhin 2 lëndë ku ndihen më mirë. Pra mos e vendosin veten në stres, se mbase mund të jenë mirë në një lëndë, por ai kërkon shumë më tepër punë dhe ata, pra le të bëni një çik llogaritës, pragmatisë që kjo lëndë ju jep më shumë pikë, ju jep më shumë një notë më të mirë se sa kjo tjetra. Kështu që është e drejtë atyre të zgjidhin çfarë të duan, nuk i kushtozon njeri. Procedurat janë standarde për çdo kategori shkolle, pra shkolla profesionale, shkollat përgjithshme. Fatura shtetërore është një, standardet janë uniforme për të tërë. E vetmja gjë është që shkolla profesionale me kohë të shkurtuar artistike kanë një test i cili është ndryshe nga testi i maturantëve. Pra ne prodhojmë 2 teste si agjenci, qoftë në gjuhën shqipe, jo në gjuhën huaj, gjuha huaj ka vetëm një test, por në gjuhën shqipe dhe në matematik ne prodhojmë 2 lloje testesh. Një test është për gjithë gjimnazet, pra përgjithshme, dhe një test është për shkollë profesionale, ka një nivel pak më të ulët për shkak të programit shkollor që ata bëjnë në të gjitha vitet e studimit. Ky është vetëm ndryshim, gjithçka tjetër është njësoj. Sigurisht, shkollat profesionale në formularin A1 kanë një nga lëndët e kanë lëndë profesionale, por menyja e lëndëve është e pasqyruar, kështu që çdo nxënës ata kanë detyrim të zgjedhin një lëndë profesionale dhe një lëndë nga lëndët e tjera të gjimnazit. Formati është i njëjtë. Ne të falenderojmë që ishme në studio, shpresojmë që kemi zaruar disa nga pyetjet që kanë maturantët për këtë vit. Sigurisht edhe në muaj dhe në ditët në vim do vazhdoj të flitet dhe do vazhdoj të sqarohet. Ne në televizionin shqiptar kemi të hapur derën për gjithë ata persona që duan të konsumojnë pikërisht ato pyetje të cilat i kanë brengosur ndoshta vitin e kaluar dhe këtë vit duan ta kenë më të thjeshtë dhe më të kollajt. Shumë faleminderit, shumë suksese në këtë proces të ri mature. Ne